Nga Zvisa kemi ardhur. Në Kavaja do të rëshohet me 23 qeshor. Rrot Kavaja, rrot kopi Kavajës. Faleminderit. Në 100 ditët e para të reformojmë sistemin ton të ambasadave dhe të konsulatave, nga një sistem që sot është kthyer në një seli konviktore për djemt edhe vajzat, për dhëndurët edhe krushqit. Ne mendojmë që ne duhet të ndërtojmë një rrugë të përbashkët ku gjithë secili nga ju të ketë mundësi të investojë në Shqipëri në rast se do ta bëjë këtë. Ku gjithë secili nga ju të ketë mundësi të kthehet në Shqipëri për pushime apo sa herë ka mundësi në rast se do ta bëjë këtë. Ku gjithë secili nga ju të ketë mundësi ta mendojë jo si një gjë të pamundur, po si një mundësi edhe ardhjen në Shqipëri përfundimisht, po edhe kthimin e fëmijëve që sot studiojnë këtu për të punuar në Shqipëri. I bindur se ne do të ndryshojmë realitetin tek emigrantët shqiptarë. Televizioni publik shqiptar, stacioni i dytë, t'i kthehet emigracionit. Ne kemi propozuar 2 herë vendosjen e votës së emigrantëve. Dhe kemi synuar që të gjithë emigrantët mund të votojnë aty ku jetojnë. Kjo nuk ka qenë e mundur. Nuk ka qenë e mundur sepse Partia Demokratike ka qenë plotësisht kundër. Dhe në fakt nuk ka se si Partia Demokratike të ishte pro kur mendon se kryeministri i sotëm i Shqipërisë nuk ka zhvilluar në 8 vjet asnjë takim me emigrantët as sekondë.